Atëherë, që mos e zgjat shumë, ja jap fjalën zonës Zamira Çavosh, pedagoge dhe njëkohësisht shefe departamentit të shkencave politike për pjesën e... Kjo punon? E para mirë se erdhët njëherë. Dëgjoni kështu apo? Besi ti dëgjon? Okej? Nuk do mërziteni, ja u garantoj unë. Është një gjë që do ta keni për zemër jo sot, do ta keni dhe nesër dhe pas nesër dhe në vijim. Sepse është jeta juaj faktikisht. Është një projekt që dëshiron Shqipëria, dëshirojmë ne të gjithë, t'ju shohim pak më ndryshe dhe shpresojmë shumë që ju do jeni më ndryshe. Ndërkohë, sa të shpërndajnë gocat edhe këto për të pasur tërë vëmendjen tuaj, unë jam Zamira Çavo, jam shefe e departamentit qeverisjes, politikave dhe komunikimit në Universitetin Marin Barleti. Në krah, kam doktor Ledian Drobonikun dhe ky shefi departamentit, po në drejtësi, pranë Universitetit Marin Barleti. Nuk e di nëse ju kanë vënë në dijeni kur ju hypën në autobus dhe ju thanë do shkoni në Universitetin Marin Barleti, sepse? E dini sepse jeni këtu? Po, sa veta e din? Shumë pak. Është një projekt në nivel kombëtar, i cili kërkon të promovojë vlerat tuaja. Tuajat jo si shkolla, tuajat si individ, tënden do thosha unë. Sepse se cili nga ne dhe ju të gjithë bashk, më shumë se sa ne, më shumë se mua po e po, keni ëndrat tuaja. Ëndrat që dikur i keni patur në sirtar, po vjen momenti t'i nxirrni nga sirtari. Çfarë ëndrash? Ëndrat për të ardhmen. Do thoni ju, po, ne i dim se çfarë ëndrash kemi, i dim se çfarë do bëjmë, ca jemi optimist, ca jemi pesimist, dhe unë do t'ju bëj një pyetje. Sa nga ju dëshironi të shkoni jashtë shtetit, të jetoni jashtë shtetit? Ulni duart. Sa nga ju dëshironi të rini këtu? Atere, po pyes 5 vetë. Po pyes ju që dëshironi të ikni jashtë shtetit, që dëshironi të studioni, apo të punoni, apo dhe të jetoni jashtë shtetit. Pse e mendoni këtë? Ka ndonjëri që më thot pse e mendon këtë, pse do të iki jashtë shtetit? Për një jetë më të mirë, tjetër. Keni më shumë mundësi zgjedhje, tjetër. Tjetër. Ka më shumë vende pune. Tjetër. Ka më pak? Korrupsion. Ka më shumë drejtësi. E shikoni çfarë thoni të gjithë bashk? E shikoni çfarë kërkoni? Kërkoni më shumë drejtësi, kërkoni më shumë mundësi, kërkoni një jetë më të mirë, kërkoni më shumë para, dhe keni plotësisht të drejtë. Edhe unë po t'isha në moshën tuaj, këto do kërkoja. Këto kam kërkuar gjithë jetën faktikisht. Por ju keni një shans të madh sot. Ju jetoni në një epokë që është krejt e ndryshme nga jo e imja. Ju jetoni në epokën e mundësive të mëdha. Ju jetoni në epokën e lëvizshmërisë së madhe. Keni mundësi të rini këtu, po keni mundësi të ikni dhe jashtë. Dhe ata që janë jashtë kanë mundësi që të vinë këtu. Ju ndoshta nuk e dini, po ne në universitetin ton kemi pedagog, jo vetëm që kanë mbaruar jashtë dhe që janë kthyer, dhe kolegët që kam unë në krah janë të shkollave perëndimore që janë kthyer këtu. Por ne kemi pedagog nga Irani, kemi pedagog nga Maqedonia, kemi pedagog nga Amerika, të cilët janë këtu full time, jo me kohë të shkurtër, po me kohë të plot. Pse e them këtë? Sepse bota e sotme është bota e të gjithëve.
Të gjithë ne tentojmë më të mirën, po kjo e mira nuk na qënë ka vetëm Italia, Greqia, Amerika, po qënë ka dhe Shqipëria. Dhe që ta bëjmë këtë Shqipërinë, sepse vendi juaj është këtu, dhe t'jeni të bindur për këtë që është këtu, do ta kuptoni mbas 10 dhe 20 vitesh, duhet të dini ca gjëra. Pse tentojmë të ikim? Pse duam të largohemi? Sepse e thatë ju, duam mundësi. Ne kemi 23 vjetë që po bëjmë një meta-demokraci, një gjysmë demokraci. Akoma nuk e kemi gjetur veten tonë ku jemi. Prandaj kemi dhe qarë, kemi dhe korupcion. Korupcion, do thoni ju, pa ka shoqëri njerëzore pa korupcion? E keni parasysh në çdo lloj parajse toksore, do gjendet një gjarpër që të korruptoj një individ i cili është i gatshëm të korruptohet. Sepse në esencë mundësia për të korruptuar është bashkë me shoqërinë njerëzore, bashkë me individin. Sepse, e dini ju, rasti të bën ndonjëherë hajdut. Kur shikon një mal me para dhe e fut dorën dhe se mos nuk më shikon. Është një pikturë e bukur, po të hyni në YouTube e gjeni. Në mos gaboj është e Kandiskit. Është një djali vogël që ka vjedhur ca gjëra dhe kërkon t'i fsheh poshtë një dallge oqeani dhe s'ka asnjë njeri tjetër. Dhe atëherë kujtohet dhe ngres syt nga qielli dhe thot, dhe nëse s'ka njeri, është ai Zoti që më shikon. Po shoqëria njerëzore nuk ja ka lënë Zotit faktin që ata që korruptohen t'i dënoj. Kështu ka qenë antikitetin grek, kështu ka po Roma, po perandoria romake, ra pikërisht nga korrupsioni, por ama fuqizoi ligjet për të nxjerrë për para ligjit, për para ndëshkushmërisë, ata që korruptoheshin dhe mbi të gjitha për të krijuar një brez njerëzish të bindur që lufta kundër korrupsionit fitohet vetëm me çfarë? Fitohet me mendje të hapura, fitohet me transparencë, fitohet me pasion dhe me luftë të vazhdueshme të përditshme. Ka Bertolt Brechti një shprehje të bukur. Mbase e keni dëgjuar, e dini më mirë se mua. Dhe thot, rrobat e pushtetarëve janë të bëra nga parat tona. Janë të bëra nga taksat tona. Janë të bëra nga djersa e prindërve tuaj dhe e ne të gjithëve që punojmë. Dhe luksi i tyre është pikërisht djersa ime. Dhe nëse ata e kanë dhe unë i paguaj me paret e mia, janë të detyruar të më shërbejnë mua deri në 1. Dhe jo të më vjedhin, jo të më mashtrojnë. Po ç'a ndodh në këtë Shqipërinë tonë të vogël, që ne duam ta bëjmë më të mirë sepse ju e meritoni të rini këtu dhe jo t'ikni atje. E dini ç'a ndodh? Që të vjen plasja kur shikon që unë i kam mundësit, përpiqem të eci përpara, dhe befas më del djali i dikuj tjetër atje, i cili ka marrë ca diploma falso, i cili ka ca para, i jep atje ku duhet t'i japi ku e gjen vendin, dhe befas e shikoj në krye, vjen dhe më jep mend. Kur ju kërkoni të gjeni një punë më të mirë, vjen babai ndark në shtëpi dhe thot, nuk kemi para që t'ja japim atij që t'ju japi një vend pune. Dhe nuk jam pak shembuj të tillë. Shembuj të tillë ka plot në jetën tonë të përditshme. Dhe plot, kur them plot, shtojni dhe amplifikimin që e bën thashë themi në mënyrë të vazhdueshme, sepse ju e dini që ne jemi shoqëri orale më shumë se sa e të shkruarit. Edhe mjafton t'ja themi njërit në vesh, ai tjetri e thot, e kam qenë unë atje prezent kur ja ka dhënë parat, ai tjetri thot, po, jo kaq, po dhe 100 herë më shumë kërkon, dhe ky thashë them, kalon dhe bëhet mal, dhe pastaj ndjeshi pa fuqishëm dhe thua, unë nuk bëhet më kjo Shqipëria. Faktikisht, nga njëra anë, ekziston korrupsioni. Do thoni ju, po ekziston mos e jemi vend i varfër, po çdo me thënë jemi vend i varfër. Resurset tona natyrore, toksore, mbi toksore dhe nën toksore janë të jashtëzakonshme. Ju, fuqia, punëtore, jeni si asnjë vend tjetër i Europës. Nuk ka vend tjetër në Europë të ketë moshë mesatare 35 vjeçare. Ne jemi. Pra ne kemi pasuritë tona. Pra nuk është se jemi vend i varfër. Ne kemi politikë të varfër.
Ne kemi mënyrën se si e kemi organizuar dhe indiferenca jonë bën që të ushqejmë këtë korrupsionin. Do thoni, po çfarë fuqi e kemi ne, secili nga ne që të veproj? Kemi një fuqi shumë të madhe. Qarë? Të kërkojmë se jetojmë në demokraci. Të kërkojmë transparencë. Keni dëgjuar këto ditë? Do dënojmë disa persona që nuk kanë treguar pasurit, nuk i kanë deklaruar pasurit. Dhe besoj keni qenë gjithë dakord, apo jo? Po apo jo? Duhen deklaruar. Unë shkoj më tutje. Jo vetëm që ti deklarojnë, por të tregojnë edhe burimin nga i kanë gjetur. Se nuk vjen të më dhuroj njëri mua 5 vila, një plazh, një fabrik, nuk vjen të më dhuroj njëri. Nëse unë, si shkëmbim, për postin që kam, për vendin që kam, nuk do shkel ligjet, nuk do shkel normat dhe nuk do ta bëj këtë vend pune pronën time personale. Dhe pastaj, ne të tjerët që duam drejtësinë, ne të tjerët që kërkojmë të çajmë me forcat tona, nuk gjejmë dot më vend. Prandaj, këto pasuritë e këtyre politikanëve, do thoni ju, po kështu është dhe në Amerikë, moj zysh, po kështu është dhe në Itali, moj zysh, është vërtet, por ata ka një ndryshim të madh nga ne. Tek ne, korrupsioni ka hyrë në qelizë. Edhe ke roja spitalit, kur të shkosh, do t'japësh 2000 lekshin ati, që të lërë të futet. Pra shkon deri në qelizë. Aq sa ne na shkthyer gati-gati në mentalitet, themun, që po nuk dhe në gjë, është e pamundur që t'ja dalësh mban. Këtë duam të largojmë, këtë duam ta zhdukim. Dhe këtë e bëni vetëm ju nëse bindeni që do ta bëni. Unë në jetën time nuk kam dhënë kur lek personalisht. Kur kam vuajtur sa të doni. Por ama kam qenë e bindur, jo. Pse? Sepse ai që është atje, është sepse kam dashur unë të jetë, se i kam dhënë votën, është sepse unë e paguaj, dhe ai është i detyruar të ma kthej mua shërbimin. Për sa kohë që ai nuk ma kthen mua, nuk është turpi im t'ja kërkoj ati. Po është detyra e tij të ma tregoj mua ç'ka bërë dhe ç'nuk bën. Jo që të thuhet, pardje një studenti im tha, zysh tha, shkova me baban tha dhe ai më kërkoi tha kaq para tha për të futur në punë. Dhe i thash, pse nuk e denoncove? Po jo zysh tha, si ta denoncoj tha. Po sikur ata të na kthehen sërish neve nga mbrapa. Dhe mbase kishte të drejtë. Por ama unë prap them, nëse ne të gjithë do të bëjmë pikërisht këtë. Qarë? Do të bindemi që korrupsioni është e keqja më e madhe që e mbyt shoqërinë. Korrupsioni masiv, ligji, rregulli, transparenca dhe sot bota është digitalizuar, ju e keni nga një telefon iPhone atjen. Që do të thot keni një mundësi të madhe të demokracisë. Që do të thot ne të gjithë duhet të kërkojmë kësaj qeverie demokratike, këtij sistemi demokratik të jetë transparent. Nëse më thua që unë do të bëj këtë rrugë, dhe kjo rruga që është këtu afër nesh ka 1 vit e gjysmë dhe akoma s'ka mbaruar, dhe ju e dini si bëhen rrugët tona, sa janë, sa bëhen dhe sa futen në xhep. Dhe nëse ne i themi, pa ma nxirë një çik këti drejtoria e përgjithshme e rrugëve, sa rruke, sa është buxheti që i ke dhënë, kush i ka marrë këto? Dhe ti të klikosh atje në celularin tënd dhe ta shikosh se çfarë bën dhe si ku shkojnë parat tona, atëherë dhe këta qeveritarët tanë që tashti më shumë se kur e kanë sofistikuar mënyrën e marrjes, jo thjesht me bloqe, po tash e kanë sofistikuar me variante nga më të ndryshme të korrupsionit, nuk do të kenë mundësi më, sepse demokracia vetë i ka të gjitha mjetet për ta zvogluar korrupsionin. Nuk po them për ta zhdukur, e ka për ta zvogluar. Dhe nëse i ka, ju duhet jeni të bindur në radhë të parë, që duhet të luftoni për këtë transparencë. Dhe dini pse, se ju dëmtoheni të parët. Se s'keni para për të dhënë, se nuk keni miq për të gjetur vendet e punës, ndaj doni të shkoni jashtë shtetit. Por nëse ne do ta bëjmë çështjen tonë dhe çështjen e rinisë këtë, unë jam e bindur që Shqipëria në 10 vitet e ardhshme do të jetë ndryshe. Ju falenderoj shumë. Fjalën po ja lë tash Ledianit.
Përshëndet edhe një herë. Duke mos hequr asnjë presje atë çfarë tha kolega ime nderuar, me cilën ndajmë këto shqetësime për ditë. Nuk është se ne mbyllim në një dhomë dhe shpikim formula dhe teori. Jetojmë me shqetësimet tuaja. Jetojmë me shqetësimet e këtij vendi ndoshta edhe më shumë, sepse atë çfarë kemi parë dhe kemi përjetuar, kemi eksperimentuar jashtë Shqipërisë, duam në çdo lloj mënyre të realizohet këtu. Edhe unë si të tjerët tentova ta braktisja këtë vend, si është shumica prej jush. Edhe mjafton ky indikator për treguar që ky vend ka dështuar. Nëse rinia do ta lërë këtë vend, ky vend ka dështuar. Atëherë të zëmën të që të tullem farëm si shenjor. Ka rinia, se nuk është se, ashtu si tha edhe Zysha, nuk është se popujt e tjerë nuk kanë kaluar në për këtë rrugë, kanë kaluar edhe me shumë dhimbje. Po revolucionet i bëjnë të rinë, keni dëgjuar që revolucionet i bëjnë pleqt? Ata që janë politika në pleqt. Nuk e din, ata flasin për reforma cilat nuk do i shohin dot, sepse aq është jeta. Flasin në emrin tonë. Nuk e kuptojnë çfarë është forca e internetit për shembull. Nuk e kuptojnë çfarë është forca e internetit. Po kujtohet një nga ata deputetët që kishte një laptop edhe nuk po hapte dot. Edhe i thot një shoku që nuk ka një laptop pak a pak, e do në pak a pak. Kujton se ishte e ka pak. Jetojnë një botë që nuk është më e tyre dhe marrin vendimin në emrin tonë. Lidhur me korrupsionin, mund të flasim pafund, dhe mund të, por ne jemi këtu për të dhënë ndonjë recetë, po nëse do e kishim gjetur atë recetë. Lufta ndaj korrupsionit është tentativë për të krijuar një jetë më të mirë. Fjala korrupsion është shpikur që në antikitet, dhe ashtu si tha Zysha, nuk është se francezë, gjermanë, italianët janë më të mirë se ne. Që ta bëjmë interaktive. Kush thot disa shembuj korrupsionin në jetën e përditshme? Kush përmend? Më ngrini dorën dhe çfarë quani ju korrupsion në jetën e përditshme? Që të marrin disa shembuj për ta kuptuar kur është korrupsion dhe kur nuk është korrupsion. Në mjetet tuaja, mos i more. Të pagosh për vendin e punës, po. Tjetër. Shumë mirë. Tjetër, më thonë, shumë keq që është kështu, e kisha fjalë. Tjetër, për shërbime shëndetësore, më thonë, edhe shëndeti si e mirë primare, varet nga leku. Policin, sigurin tonë, dhe me radhë. Mund të kemi korrupsion për shembull, nëse vetën dyshan edhe do të blesh të shitësja diçka? Pse s'ka korrupsion aty? Sepse aty mund të zgjedhësh ose mund të ikësh fare. Atëherë çfarë kuptojmë? Që korrupsioni ka të bëjë me pushtetin, kur dikush ushtron një pushtet mbi ne. Pra çështja e pushtetit. Po këtu është problemi që ne nuk bëjmë dot pa një pushtet. Pa shtetin e famshëm. Ju se mani mend, por në 97-ën Shqipëria ra. Shteti shqiptar ra. Erdhën të huajt për ta mbajtur neve nga grykësia ndaj njëri tjetrit, po vrisnin njëri tjetrin për turp të Zotit. Edhe aty shqiptarët e kuptuan që edhe pse ishte shtet legend, kuptimin e plot fjalës, ashtu si është sot, sepse nuk do të na vi keq për fjalë që përdorim. Ata i bëjnë vepra, ne do t'i themi të paktën. Pa aty kupton shqiptar që më mirë një shtet i tillë se sa pa shtet fare. Çfarë do të them me këtë? Që shteti është i nevojshëm. Pushteti është i tillë. Dhe lufta e shoqërisë ka qenë gjithmonë për të organizuar në një mënyrë më të mirë. Sepse tek ne individualisht nuk mund të bësh dot asgjë. Gjërat më të bukura në jetë bëjmë së bashku. Ne vinë në jetë nga dy persona. Kështu që mos u braktisin tek ajo macchiatoja, sepse brezin tuaj e quajnë si generation, coffee generation. Pse? Jo për fajin tuaj. Sepse ju
ndjeni të braktisur në këtë vend. Nuk ka më projekt për rinin. Jeni të mërzitur, të stresuar dhe nuk e kuptoni pse jeni të mërzitur, të stresuar. Se nuk ka më vend për të rinjt. Ju dua vetëm si spektator. Dikur të rinjt, edhe pas komunizmit, ekzistonin forumet rinore pranë partive për shembull. Ato janë zhdukur sot. Nuk ka më forume sociale si ka tërbota, edhe sheshe reale që të mblidheni, të bëni aktivitetet tuaja, të organizoheni. Mblidhe vetëm për lokale. Lokal, rregullin e bën pronari i lokalit, nuk e bëni ju. Ju nuk shpreheni dot aty. Po pushteti këta njerëz do, të jeni individ të veçuar që të merrni vetëm me macchiaton e përditshme. Kështu që tentativat për të luftuar korrupsionin janë tentativat për të krijuar një jetë më të mirë. Fjala korrupsion nuk ka shumë kuptime, ne si juristë e marrim në terma juridik, çfarë është korrupsioni, marrëveshje midis tyre, njëri të përfitojë, por në kuptim të përgjithshëm korrupsioni është devijim në një rregull të përgjithshëm. Ne tani bëjmë një rregull, krijojmë gjithë bashkë për të bërë një gjë në favorin ton. Çfarë kuptimi ka nëse 90% prej nesh nuk punojmë për këtë projekt? Është se do të ndërtojmë një gjë të bukur. Mbledhim lekë për të bërë perde, ku e diun, një projekt ose për të shtruar rrugën. Edhe 90% prej nesh nuk e bën këtë gjë. Atëherë ky projekt ka dështuar. Mirë, ashtu si folëm, si foli dhe profesoresha e nderuar, loja që bën pushteti është e tillë që të gjithë ne kemi faj njësoj. E kemi dëgjuar këtë për ditë, që të gjithë e kanë fajin për korrupsion. Kjo bet për çarmatosur popullin. Pra, të gjithë ne mendojmë se një moment të caktuar kemi dhënë lek. Kjo është loja e pushtetit për ta relativizuar problemin. Ju si mendoni? Ka faj dikush që ofron lek për të marrë një shërbim, qoftë ai edhe në spital, ose qoftë për të zënë një vend pune? Si mendoni? Pse ka faj? Nuk vetë jap për derisa domethënë për luftën për korrupsionin, më mirë ta denoncosh se ta jap pagesën. Sepse duhet të denoncosh, do të bëj shembull për të tjerë. Shumë mirë. Kjo është kryesorja. Po. Kanë faj të dy. Po kush është ndryshimi? Se sa do të kenë faj të dy, nuk mund mos kuptojmë që kush është viktima dhe kush është agresori. Dhe bëjmë pyetjen të kundërt nga ana tjetër. Nëse ti që çon djalin tënd që është sëmur, do kishte mundësi që ta merr atë shërbim pa paguar lek, do jepje lek rastësisht kot? Jo. Prandaj sistemi që kanë ndërtuar për ty nuk është për ty. Ligjet që janë bërë për ne nuk janë për ne. Institucionet që janë bërë për ne nuk janë për ne. Po për kë janë? Përse funksionojnë atë? Funksionojnë për ata. Kështu që nuk duhet të bijem në grack për të thënë që të gjithë jemi bashkëfajtor njësoj për korrupsionin. Meqense jemi këtu, le të jam para dëshmitare, një grua në një nga institucionet shtetërore ngrinte zërin. Mbajta këmbët për ta dëgjuar dhe pash që dhe nga zyrat e tjera po dilnin çka ka. Dhe dini çfarë thoshte? I thoshte drejtorit të atij institucioni, më kthe lekët që më ke marrë për vajzën që s'më futen në punë. Dhe drejtori doli dhe i tha: unë nuk t'i kërkova lekët, ti mi dhe vetë. Prandaj nuk t'i kthe. E kuptoni? Qa do të thotë? Sepse sot korrupsioni shkon edhe më thellë dhe shkon deri aty sa të thotë: qa do më, vetë mi dha lekët, më qa të bëj unë? Mi dha më pa vetë do me shqiptarët, dhe po ta keni vërre, para ca ditësh më falë le djanë. Po, absolutisht. Një nga organizmat tonë, jo qeveritar, kishte bërë një studim dhe thoshte shqiptarët e kanë në gjak punën e rishpetit, se i quaj sindet. Pra, si pas studimit, dilte që në ADN tonë, ne duam e kemi në ADN të korruptojmë, sepse kemi mirënjohje. Mirënjohja është tjetër. Nëse unë
kam bërë ju një shërbim. Ja u kam bërë shërbimi. Dhe pastaj ju për një çast thoni, ti e ke bërë këtë shërbimin më shumë nga që të takonte, ke vënë zëmën tënde, ke vënë punën tënde, dhe unë po të dhuroj një buqet me lule. Një lloj si bakshishi që le ti kur të pëlqen kafeja, jo gjithmonë. Dhe, thua, ky është korrupsioni. Jo, korrupsioni është kur ti ma jep mua fillimisht dhe thua, e di qarë? Po, do të operoj unë ty, do të operoj. Po shiko, e mire e mirës është që të operoj kjo tjetra se shumë mjek e mirë, po shko me u vesh vetin qitë me ato. Dhe ajo i thot infermieres, merën që ka që lek për para. Dhe pasaj kur vdes a i, thot, unë si kërkove që lek vetë një dhafët. Dhe kështu do shkojnë ne. Prandaj kishte shumë të drejtë. Ore, kush është fajtori këtu? Sistemi është fajtor demokracia për korrupsionin? Unë them, nuk e them unë, e ka thënë grekrit e lashtë në kohën e tyre që kur panë që filloj të korruptohej shumë shoqëria greke, i dhanë krah demokracisë, krijuan ata agorën, i bën njerëzit qytetarë të barabartë dhe thanë hajde bashkërisht të vendosim, sa do prishim, çfarë do bëjmë, si do t'i vendosim këto? Pra demokracia është pjesëmarrje dhe vendimarrje, është dhënie llogari dhe kërkesë llogarie. Dhe i ka mundësi për t'i bërë. Ju këtë duhet kuptoni, që ne duhet përpiqemi për ta ndërtuar këtë demokraci. Folmë me dhunën e mos përmendem se ka 23 vjet që pushtetarët tanë, majtas, djathtas, të qendrës, studiu Sharian, po njësoj. Dhe dini pse? Se është indiferenca jonë që themi. Dhe këto studime që na thonë keni një gjatë, ju shqiptarët, do tash çfarë të bëjmë ne? Të duan indiferencë që të përhapin trishtimin kolektiv. Duan përhapin idenë që ky vend nuk bëhet. Kur pushteti shikon që ju e lini këtë vend, është muzikë për vesht e tyre. Nuk vendosim dot. Pra dhe transparenca është pika e parë, po pikërisht këtë nuk duan të bëjnë. Keni dëgjuar fjalën për transparencë? Askush s'flet për transparencë. Flasin për ballakumet, festa, shpikin gjëra kot. Ndërkohë Bashkimi Evropian dhe Departamenti i Shtetit Amerikan kërkojnë korrupsionin dhe transparencën. Se nëse ata e dinë, domethënë nëse ne e marrim vesh se sa pasuri kanë ata kanë frikë për nesh. Nëse dinë që kryetarët e komunave kanë pirë gjakun e gjithë neve dhe kanë bërë ato vila, por nuk është se kanë pirë gjakun vetëm gjakun ton. Kanë vjedhur tokën dhe qiellin, nuk e shkon me qiellin nga pallatët. Nuk ka sheshe. Ku njerëzit të dalin listë të bashkohen, orë të bashkohen 10 veta të diskutojnë një gjë të bëjnë kitarësh, nuk ke mundësi në qytetet tona. E kanë glabëruar tokën, ambientin, qiellin, ajrin. Dhe ne nuk ngrihemi. Nuk kemi shesh kur të bashkohemi. Po ka një gjë të madhe që ata se dinë akoma. Që ne mund të bashkohemi në botën e lirë të internetit, aty të shkëmbejmë idetë. E pasi të bashkohemi në botën e lirë të internetit, të dalim të gjithë së bashku. Interneti nuk është shpikur për Facebook-un, thjesht për Facebook-un. Të rinj anë mban botës bëjnë protesta për një jetë më të mirë. Nuk mund marrin vendimet për ne ata që nga 70 vjeç, aty që kanë 25 vjet parlamentin shqiptar. Edhe mburrën. Askush se jep pushtetin ore, nuk e jep pushtetin. Edhe ne burra për shembull që duhet të japim pushtetin grave. Na dhimbse në shpirt kur femrat kërkojnë barazë gjinore. Po, kërkojnë me forcë ato, pa po japim ne. Ju mendoni se ata që fitojnë miliona euro do ishin dorë? Do të ngriheni ose do të përkrajnë ata që ngrihen në këtë jetë. Mos u ftoni nga makiatën e përditshme. Okej, atë bëj një pyetje unë Lezian më fal. Atë bëj një pyetje. Bëni kështu mbrëmje, takime, ballëzime në shkolla? Bëni në pabe, shkoni, nuk po pyes për pabet, pabe shkoni individualisht me grupe dhe secili paguan nga xhepi vet. Po a ndodh që të keni aktivitete ju që vini para të gjithë? Për shembull, nuk po marr festën e 7 marsit se më vjen rënd që korrupsioni në arsim barazohet me festën e 7 marsit. Kur korrupsioni është tjetër gjëkundi, s'ka të bëj fare me festën e 7 marsit. Por unë ditë paktën në shkollat e Tiranës që japin nga 5.000 lek, nga 7.000 lek për të i do shkolla që kur filloni ju, jo për të ruajtur xhamat, jo për të paguar rojën e shkollës, jo për... Nuk e di bëni ju nga këto?
Keni pyetur ndonjëherë ku shkojnë parat tuaja? Keni pyetur? Dhe kjo është gjëja më e mirë. Në qoftë se në shkollat tuaja juve ju japin llogari ku shkojnë këto para, është shkëlqyeshëm, sepse unë di shkollë në Tiranë që tëra parat që ka marrë nga nxënësit, e dini çfarë i ka bërë? Ka shkuar ka bler është një titull, shkolla më e mirë në botë, e ka vënë dhe në majtë shkollës, në majtë gjimnazit, është titulli bler, 4.500 euro të mbledhura nga fëmijët. Dhe ky është një mashtrim skandaloz, i dy fisht, sepse nuk kanë kërkuar llogaria të atyre drejtuesve. Ku kanë shkuar këto? Nga vinë këto para? Dhe është turp që të konsiderohet shkolla më e mirë në botë, sepse në botë ka agjensi sa të doni, a interneti juaj mos kujtoni se është i gjithë i besueshëm gjithandej, ju mashtron dhe duhet jeni me mendje të hapur për të kuptuar çfarë është e çfarë s'është. Kanë shkuar e kanë bler atë ikonën, stemën, globin a prizëm çfarë është ai, dhe e konsiderojnë veten shkolla më e mirë. Dhe pasi bëjnë këtë, çfarë bëjnë? Shkojnë te kryeministri, i pret kryeministri. Dhe në këtë zalamahi të arsimit që është në Shqipëri, na dil ka një shkollë shqiptare që ka më e mira në botë. Kur nuk plotson as një standard të tëra matricave që vinë nga jashtë për të krahasuar me bashkëmoshatarët. Sepse nuk kërkohet llogari, Po. Pra, pse po thoshim ne për transparencën? Nëse nuk shikon, nuk kërkon dot llogari. Merri në rastet më praktike. Si do ishte më mirë për ju që kur të bëhet provimi për ju, të bëhet në sytë të gjithëve ose një metodë që kontrollohet. Ne provimi për shembull, unë ndoshta e bëjmë me gojë, ulet studenti këtu dhe ne e pyesim, të gjithë shokët dëgjojnë se çfarë thot ky. Kështu që para se ta vëu notën, ai ja vë vetë dhe ja vën shokut. Transparencë, nëse dikush ka frikë nga transparenca, nuk duhet të marrë vendim për ty. Ose ne kemi formular që edhe studentët na vlerësojnë ne si pedagog, çfarë pedagogësh jemi. Nuk duhet që as profesori të ketë gjithçka në dorë. Pra pushteti duhet të jetë asaj forme që kontrollohet për atij që e pëson pushtetin. Transparencë deri në fund. Nëse dikush thotë jo sa tregoj notën, një profesor thotë ai nuk e meriton emrin profesor. Pushteti u përket atyre për të cilën shërbehet pushteti. Sepse për ndryshe, po ja lam dorë ne magjistarëve të radhës, qofshin ata të maj, djathtë. Si ndodhet në Shqipëri për shembull, kur dëgjon shprehje të tipit se ju do votoni nesër, ju keni një vot, një mundësi që ka luftuar miliona veta që ta merrni ju në dorë atë votën. Njerëzit nuk janë besnik ndaj partisë. Partia ndryshohet një 4 vjet, prandaj votohet një 4 vjet. Ti që për votosh një 30 vjet, pyesë ty për këtë do të votosh një 30 vjet. Besnikëria është për atë dheun, për familjen. Vota është raport besimi dhe kontrolli, përgjegjësie. Që mos ju marrin si militant. Jo t'ju japin ato thërrimet. Por ama ka dhe një gjë tjetër, që dhe këta që janë të rinj tashi, besoj motër vëllezër më të mëdhenj me siguri që keni, ose edhe shikoni tek njëri tjetri, nuk duhet të hyjë ajo fryma. E dini çam ka bërë përshtypje përpara 10 ditësh? Më kanë propozuar, më thot, një ish studentin, më kanë propozuar një vend drejtorën filan vend, po s'kam gjë në dorë aty. Çfarë do mërë vëllat kesh në dorë, thash? Ta të bëj nëjë nderë, ta të marrë nëjë kokër leku, se është bo keq. Shkoni qarë mentaliteti, dhe është student i mbaruar, i edukuar, shkon me iden, s'kam gjë në dorën aty. Përderisa s'kam gjë në dorë, s'm duhet. Prandaj ju lutem. Prandaj edukimi është kryesori. Nuk qahet dot se mund të përfitojnë 5, 7, 10 kokra, por nuk shkon shoqëria përpara kështu. Ndryshe do të detyrojeni ju të ikni gjikundi jashtë dhe të rinë këtu ata që se meritojnë, të gëzojnë ata të mirat e këtij vendi. Prandaj dy gjëra dhe Ledian ne ti lëm në shoqërinë e të tjerëve. Unë do ju falenderoj një herë edhe një herë që jeni këtu, ju falenderoj që jeni kaq aktiv, do thosha, në ato probleme, se shikoj shikimet tuaja që janë shumë të interesuara për të dëgjuar, por dy gjëra mbajni mend.
bota e sotme është botë e dijes dhe botë e demokracisë. Çdo me thënë e dijes. Hapeni mendjen. Po e hapët mendjen, nuk do t'ja keni përpes kërkujt në botë. Nuk do t'ju detyroheni të shikoni, të kruani xhepat tuaj për t'ja dhënë atij tjetrit që se meriton. Sepse jeni ju, është mendja juaj, nuk ja u vjedh njeri. Kjo është e para. Dhe e dyta, përpiquni të jeni aktiv. Çdo me thënë aktiv. Të guxoni, të merrni pjesë. Të merrni pjesë jo thjesht për të marrë pjesë, për të shkuar në ja këtu bashkë, po për të treguar që jeni të zotë, për të dhënë mendim, për të marrë një vendim. Sepse ky lloj sistemi i quajtur demokraci e krijon mundësinë e marrjes së vendimit. Dhe unë uroj që kur të mbaroni maturën, të gjeni veten tuaj në ato lloj profesionesh që ju i mendoni se i dëshironi me vërtet, po mos harroni se konkurenca është e jashtëzakonshme, që do të thotë puna juaj është e jashtëzakonshme dhe duhet jetë e jashtëzakonshme. Sukses atyre që janë në maturë, faqe bardhë dhe përpiquni të realizoni ëndrat tuaja. Nuk ka ëndër që nuk e realizon njeriu. Napoleoni, në kohën e vet, kishte një berber që e ruante. Edhe një ditë berberi, mbas e dini këtë, një ditë berberi i tha, madhëri, i tha, unë të kam në dorë, tha, briskun, tha, tak. Okej, mbaroj, s'foli gjë Napoleoni. Sa mbaroj së ruajturi, i tha, atyre merreni, i tha, prajani kokën. O, i tha, pse tha, unë bëra shaka? Mjafton të ketë shkuar në mend, tha. Dhe kur të shkon një gjë në mend, tha, unë ta bësh nesër. Prandaj, sa çka të keqin, ka dhe të mirën. Përpiquni që ëndrat tuaja t'i sillni gjithmonë në desktopin tuaj për t'i bërë realitet. Dhe ju realizofshin me gjithmonë ëndrat tuaja. Ke gjë të Zyrtar Universitetit, tu e shikoni edhe në këtë plan të parë, ju do të gjeni në fund të saj, nën ikonën etika dhe karriera, pikërisht këtu, pra projektin në cilin po zhvillohet dhe të gjitha materialet e nevojshme në funksion të realizimit të këtij projekti. Parazitash janë dy pyetësor, plotësimi i cilëve është anonim, njëri është kundrejt korrupsionit dhe tjetri është në lidhje me karrierën. Pra mendime, pikpamje, ide, për këto dy fusha interesante, të cilat në një farë mënyre marrin dhe japin nga njëra tjetra, janë në funksion të secilës dhe çfarë duhet të bëjmë ne që korrupsioni të eliminohet, mos jetë pjesë e shoqërisë sonë, dhe cila është mundësia më e mirë e mundshme që ne realizojmë një karrierë të suksesshme. Krahas kësaj, komponenti i dytë i këtij projekti është një ese. Eseu do të zhvillohet mbi baza kombëtare, që do të thotë jo vetëm nëpërmjet maturantëve të shkollës suaj, por midis maturantëve të gjithë gjimnazeve në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Besoj se në gjimnaz e kryeni lëndën e letërsis në cilën bëni dhe një ese. Atëherë, eseu do të jetë një ese argumentuese nën titullin Korrupsioni vretar të mendime, që do të thotë të gjithë të ndryshëm, pra se cili prej jush, se cili prej nesh është i ndryshëm, por do të flasi për një temë të njëjtë, me qëllim që dhe vlerësimi që në të bëjmë kësaj teme të jetë sa më transparent. Në faqen e internetit, pikërisht në logon e projektit, ju do të gjeni kriteret me anë të cilave duhet përpiluar dhe realizuar punimin në ese. Normalisht është një punim i cili para së gjitha është dhe pikë së pari, duhet jetë një punim original, pra duhet jetë mendime tuaja. Nuk duhet të jenë thënë këto fjalë, këto pohime që ju po shprehni nga dikush tjetër. Dhe së dyti, duhet jetë një pohim i cili të zbatojë në mënyrë rigoroze rregullat standarde të gjuhës shqipe, që do të thotë një shkrim dhe një drejtshkrim të saktë, por dhe një shkrim me dy gërma, të cilat shpesh herë ne i harrojmë, shkronjën ë dhe shkronjën ç. Punimi duhet të ketë një gjatësi nga 1000 deri në 1500 fjalë dhe duhet të shoqërohet me argumentime dhe me shembuj përkatës. Ajo çka e bën interesante esen është se do të përzgjidhen 3 eset më të mira, të cilat krahas botimit në një nga të përditshmet e Shqipërisë dhe në gazetën Zëra Studentor të Universitetit Marin Barleti do të vlerësohen respektivisht dhe me çmime. Çmimi i parë do të ketë një bursë të plotë në Universitetin Marin Barleti
në njërën nga degët e universitetit. Në fundin do të bëjë një prezantim të shkurtër të universitetit për gjitha ata prej jush, nëse do të kemi fituesin e çmimit parë midis jush, dhe do të zgjedhim bursën e universitetit. Nëse nuk preferoni bursën, çmimi i parë vlerësohet me $500. Për çmimin e dytë është menduar një bursë e pjesshme, pra një 50% ose $400. Dhe për çmimin e tretë është menduar një bursë e pjesshme, po në këtë rast 40% me një vlerë prej $200. Eseja do të vlerësohet nga një uri e posaçme, e përbërë nga pedagog të Universitetit Marin Barleti, të cilët do të vlerësojnë mbi baza transparente mendimet origjinale të gjithë secilit prej jush. Në faqen e internetit do të gjeni dhe mënyrën e vlerësimit, një pikë varazh që varion nga 0 deri në 5 pikë për esen më të dobët dhe 16 deri në 20 pikë për esen më të mirë. Pikët më të larta pra janë 20 pikë. Besoj se isha e qartë, po një shpjegim akoma dhe më detajuar do ta gjeni në faqen e internetit. Le të vijojmë tani atë çka ishte aspekti interesant, asaj çka do të na ndihmojë dhe ajo çka është pjesë e së ardhmes për ju, pra ajo çka është e nesërmja. Pra karriera njëherëzi është sfidë, karriera njëherëzi është e ardhmja. Karriera është profesioni, karriera është ajo çka unë dua të bëj, ajo çka unë mendoj se jap më shumë për shoqërinë, për komunitetin tim. Unë jam e bindur se ju në gjimnaz zhvilloni edhe orën e edukimit të karrierës dhe besoj se është një temë e cila është fort mirë e rrallë për jush. Unë do doja për ta bërë sa më interaktive dhe sa më të këndshëm bashkëbisedimin, një përkufizim nga ju në lidhje me karrierën. Çfarë mendoni ju se është karriera? Përse mendoni ju se është e rëndësishme që gjithë secili prej nesh duhet i përcaktojë drejt qëllimet e tij? Duhet të njohë para së gjithash mirë veten, me qëllim që duke njohur mirë veten, arrin ta pozicionojë në vlerat maksimale që ky individ mund t'i japë shoqërisë në shërbim të komunitetit, pra në shërbim të asaj çka është e mirë e përbashkët, në shërbim të asaj çka brezat paraardhës të mund të përmirësohen prej jush me kontributin dhe vlerat tuaja. Pra cili do t'na japi një përkufizim të karrierës? Kush mund të thotë ç'është karriera? Ç'është karriera? Në mënyrë metaforike, karriera nuk është asgjë tjetër veç se një rrugtim që gjithë secili prej nesh bën në jetën e tij. Pra ju aktualisht jeni në gjimnaz, por para gjimnazit bët shkollën nëntëvjeçare. Dhe mbas shkollës së mesme do të kryeni studimet e larta universitare. Pra është si thuash një rrugtim drejt asaj çka unë dua të bëj më mirë për veten. Cilat janë synimet tuaja në jetë? Ku mendoni ju se do ta shikoni të pozicionuar veten nesër? Janë disa nga pyetjet të cilat gjithë secili prej nesh i shtron pikërisht gjatë këtij rrugtimi, duke marrë parasysh në konsiderat pikërisht këtë urlipse, e cila ekziston ngushtësisht ndërmjet shkollës dhe tregut të punës. Çfarë do doje ti të bëhesh nesër? Psikologe. Çfarë profesioni tjetër do të kishim këtu në këtë klasë përveç profesionit të psikologut? Sociologjin, kardiolog, shkenca politike, arkitekt, po tjetër, urdhro? Gazetari investigative. Po ju çfarë do të bëshit? Sociolog, Pra me sa shikojmë, kemi një larmishmëri zgjedhjesh, tipologjish profesionesh. Dhe jam e bindur se kjo përzgjedhje vjen pikërisht nga ajo çka ju dëshironi të bëni më mirë, nga ajo çka ju arrini të jepni kontributin më maksimal. Sa nga ju kanë parë për shembull cilat mund të jenë trendet e punës? Cilat janë trendet e punës sot? Cili është profesioni më i kërkuar? Ekonomiku. Le ta bëjmë ndryshe pyetjen. Në momentin kur ju planifikoni të zgjidhni një profesion, cila është pyetja që i bëni vetes? Unë do të zgjedh një profesion tek i cili unë arrit të jap kontributin tim maksimal dhe në një farë mënyre gjej të gërshetuar pasionin tim,
apo unë do të gjej një profesion i cili në një farë mënyre më jep mua fitimin maksimal, duke mos dhënë kurfar kontributi për shoqërinë. Cilat nga këto dy pyetje do t'i përgjigjeshit ju për t'i dhënë një përgjigje asaj çka ishte pozicionim për karrierë? Pra të parës, pra ju arrini të bëni një pyetje të drejtë, duke pozicionuar veten tuaj, me vlerat tuaja më maksimale, duke bërë atë të jetë në një pozicion ndryshe nga dikush tjetër, i cili nuk ka vlerat tuaja, jeni të gjithë gjimnazist, të gjithë nga njëjta shkollë, por të gjithë të ndryshëm dhe të jeshin ndryshëm është vlerë. E parë, pra ose E, ose I, pra ose ekstrovert, ose introvert. Mbase mund përputhen përkufizimet, mbase mund jeni më shumë në njërën apo në tjetrën, por u të nëzgjidhni atë profil i cili i përshtatet më shumë personalitetit tuaj. Pra le themi, ju keni më shumë energji, apo jeni më shumë persona të qetë, ose jeni më shumë persona që pëlqeni të jetoni në mes të njerëzve, apo pëlqeni të jetoni të vetmuar, pra duke bërë një krahasim të këtyre përkufizimeve elementare që ju janë dhënë, ju do të mund të poziciononi veten tuaj. Nëse e përcaktuam, kalojmë në slajdin tjetër? E përcaktuam? Ka heq? Po, jo? Okej, mirë, kalojmë në slajdin tjetër. Atëherë, pyetja tjetër kryesore që lashtrohet në këtë faqe është: cila është tipologjia e informacionit të cilën unë në një farë mënyre arrit ta mbaj mend duke u kataloguar në dy makro aspekte, pra nëpërmjet aspektit sensor apo nëpërmjet aspektit intuitiv. Pra çfarë përdorni ju më shumë, njërën apo tjetrën? Pra ju pëlqeni më shumë informacionet konkrete kundrejt atyre abstrakte, apo instruksionet e detajuara për te fakti që ju pëlqen të kuptoni gjëra? Pra do të përzgjidhni dhe në këtë rast ose GRMS ose GRMN, me qëllim që në një farë mënyrë të krijoni kodin i cili ju kodifikon në aspektin e personalitetit. E mbaruam? Ta kaloj? Ta kaloj? Okej, në rregull, ta kaloj. Pyetja është si marr unë vendimet, Pra nëse unë jam një tip i cili jam mendimtar, apo jam një tip i cili jam më shumë i ndjeshëm, arrit të bëj një balancim ndërmjet asaj çka është vendime dhe ndjenja. Pra, ku i bazoni ju përgjithsisht vendimet që merrni në jetën tuaj, Pra i bazoni kryesisht në fakte apo në ndjenja, Përpiqeni të jeni të drejtë për drejtë apo të mirësjellshëm me njerëzit, Atëherë përcaktoni në fletën tuaj gërmën T kundrejt gërmës F. Pra ju lutem të mbani mend këto gërma me qëllim që të përcaktohet i saktë kodi, Arritëm? Në rregull, ta kaloj? Ta kaloj? Ti nuk e bëre. E ka bërë. S'ka gjë. Ta kaloj? Vazhdojmë në një element akoma dhe më interesant. Një element i cili në një farë mënyre përcakton tipologjinë se si ju instauroni marrëdhënie me shkollën, me shokët, me bashkëmoshatarët, me personat të cilët ju rrethojnë. Dhe kjo realizohet pikërisht nëpërmjet këtyre dy makrokomponenteve. Ju jeni kryesisht tipa gjykues apo tipa perceptues. Pra ju niseni nga gjykimi apo niseni nga perceptimi, Do të zgjidhni tani midis gërmës J dhe gërmës P. E mbaruam? E gjeni veten në këto kategori apo jo? E gjeni apo janë të prera me pikë? Ta kaloj? Ta kaloj? Ja dhe rezultati. Këto janë rezultatet, Pra ju keni ragrupuar disa gërma, le të marrim vetëm disa shembuj, meqense po nuk keni të tëra, do të jetë në faqen e internetit të shkollës, po për shembull më thuaj ti, cilat ishin gërmat që të kanë dalë. INFJ, për shembull menaxher burimesh njerëzore, këshilltar karriere, analist, editor, drejtor reviste, apo kërkues i shkencave sociale, Ku do të shkojmë në zonë tjetër?
Po. SFP. SFP është specialist i marrëdhënieve me publikun, menaxher shitjesh, menaxher ekipi operues, koordinator punonjës social agent sigurimesh, Janë atë që ke menduar? Ka shumë atë që ke menduar? punonjës banke, menaxher logjistike, agent kompjuteri, designer. Mirë, do t'ju kalojmë me email dhe do ta shikoni në faqen e internetit të shkollës për të mos humbur shumë kohë, por të paktën për shokët e për shoqet për të cilët unë lexova me zë të lartë. A ishin të vërteta këto parashikime apo kishin dalë vërtet asaj që mendonit ju? Vërtet asaj që mendonit ju, ë? Atëherë unë them që të mendoni edhe një herë karrierën tuaj. Në varësi të këtij testi. Në vijim të këtij testi dhe në kuadër të faktit për të orientuar më shumë drejt karrierës, kemi menduar një fabulë interesante. Fabula titullohet Lepuri cili vrapon. Përfytyroni sigurimin në një livat, edhe kemi disa kafshë shpylli. Dhe faktikisht kafshët e përzgjedhura, jo pa qëllim janë lepuri, cili vrapon shumë mirë, bufi, po në këtë rast është vetëm një mik i ngushtë i lepurit, nuk është pjesëtar konkret në fabull, kemi ketrin, peshkun, kemi dhe shqiponjën. Atëherë këto kafshë të vogla u munduan të mblidhen bashkë dhe thanë të krijojnë një shkollë. Por duke krijuar shkollën, donin të krijonin edhe një kurrikull me bazën e së cilës të zhvilloheshin aktivitetet mësimore në shkollë. Dhe çfarë menduan? Ku do të ishin lëndët kryesore? Menduan lëndën e vrapimit, lëndën e notit, lëndën e fluturimit dhe lëndën e ngjitjes në penë. Edhe lëndën e kërcimit, po. Lepuri në ana e tij ishte jashtëmasi entuziazmuar sepse ora e parë ishte pikërisht ora e vrapimit. Lepuri vrapoi në mënyrë të shkëlqyer, arriti rekordet maksimale, u vlerësua me një medalje të artë dhe ishte tezkashmërisht entuziazmuar, madje shkon dhe në shtëpi dhe thot prindërve: "Shkolla është vendi më ideal, është kënaqësia e jetës time, keni bërë shumë mirë që më keni çuar në shkollë dhe ndihem jashtëmasi i kënaqur." Por kjo kënaqësi e lepurit përfundoi këtu, ishte provizore, sepse lepuri krahas orës së vrapit duhet bënte edhe orën e notit dhe tha, lepujt tha, nuk mund të notojmë, ne nuk e durojmë dot erën e klorit. Po jo, po duhet të notoshi ta sepse është në mësim, nuk e bëj dot ta. Fillonte lepuri të notonte, ngeli në ujë, po i merrej fryma, e nxorën nga uji, po shumë keq ta. Të nesërmen duhet vënte orën e kërcimit. Dhe kishin menduar që për të gjitha kafshët, ngjitja në pemë të bëjë me një hark rreth 30 gradë, me qëllim që të mundësojë të gjitha kafshëve të ngjiteshin lehtësisht, pa kurfar problemi. Gjithsesi lepuri prap hazi problematik, u përpoqte ngjitej disa herë, vrau këmbën dhe nuk mundi dot. Madje as orën e kërcimit nuk po e bënte dot. Vajti në shtëpi, jashtëmasi i mërzitur, filloi të qante, të fliste me prindërit dhe tha, "Nuk shkoj më në shkollë, nuk është për mua, unë vetëm vrapin dia të bëja gjë tjetër, nuk bëj dot." Jo, i tha prindër, duhet të shkosh, madje të përpiqesh të punosh më shumë në ato lëndë në të cilat ti nuk je kaq i mirë. Lepurit nuk i pëlqeu përgjigja. Edhe tha, "Do konsultojmë një herë me bufin, me mikun tim më të ngushtë." Edhe bufi e dëgjoi dhe tha, "Po ke të drejtë," tha, "faktikisht ne na detyrojnë në shkollë të bëjmë gjëra që nuk duhet i bëjmë sepse nuk jemi mirë kudo." Prap lepurit kjo përgjigje e bufit nuk i dha përgjigjen që donte. Dhe tha, "Po shkoj një herë të këshillohem te këshilluesi i karrierës në shkollë." Dhe shkon atje, jashtëmasi i mërzitur, po në të njëjtën kohë me besimin e plot se këshilluesi do të jepte të drejtë lepurit. Dhe ky e shikoni, pyetën, "Çfarë ka ndodhur mor lepur?" "Nuk e ke idenë ta gjë më e keqe e mundshme," tha. "Më detyrojnë të bëj notë, më detyrojnë të kërcej, më detyrojnë të ngjitem në pemë. Unë jam mirë vetëm në vrapim, si ta bëj që ta zgjidh?" "A po," thot ky, e shikoi thot, "ti ke rezultatet më të mira në vrapim. Gjë që do të thotë, unë do të bëj një shënim që ti në orën e vrapit të mos shkosh më. Ti ke marrë medalje ari, do të punosh mirë në lëndët në cilat ti nuk mundesh dot më dhe përpiqu që kohën tënde ta kufizosh në këtë drejtim." Lepuri doli i menduar dhe po përpiqej me vete të rregullonte mendimet në kokën e tij dhe çfarë zgjidhje të jepte vetes. Dhe duke ecur, mendoi, "Po ka të drejtë, unë kam ardhur në shkollë të mësoj gjithçka.
dhe normalisht të punoj në të gjitha lëndët, madje pak më shumë në ato lëndë të cilat unë nuk jam i mirë. Për çfarë arsye? Që kur të dal nesër në punë, të arri të bëj profesionin që di të bëj më mirë. Dhe kështu tham, do të hap një biznes ku lekujt vetëm të vrakojnë, ketrat vetëm të ngjiten në pemë, zogjt vetëm të fluturojnë dhe peshqit vetëm të notojnë. Ha? Më zua. Si ju duk?